Pllaka të thyera, shkallë të dëmtuara, balt, gropa e mbeturina. Këto pamje janë në hyrje të qarshisë së vjetër të Shkupit. Qarshia është një nga pikat më të vizituara të kryeqytetit, ndërsa gjendja e saj jo vetëm që vështirëson qarkullimin, por paraqet edhe një imazh shumë të keq për Shkupen. Qytetarët shprehen të zhgënjur. A bëhet me kënë copa mund në qarshi këtu në peshojnë gjithë këmi milet i vend të e gjithë këto turistave. A hitë që vend tërë pa mërësi. Mos me mujtën me që ketë bile me ndjeqen. Hajde, s'po thonë ndërtesa, a për ndërtesa po, a ndërtesat të partë janë. Ama për qarshi tërpë. Pamje tragjike. Është turp për qytetin e Shkupit. Sidomos për qarshin, pasi që qarshia dihet kemi gjatë verës, gjatë vitit, mjaft turist. Vinë, kalojnë, kur shifet kjo pasqyrë, është katastrofë. Ужас. Би трябвало ова да се обнови. За да изгледа како што треба. Турска чаршија е примамлива за сите, не е само за нас тука што сме, туку и за туристите. И убаво да ги гледаат, убаво работите, онака како што треба да изгледаат и заслужуваат да изгледаат. Qarshia e vjetër është pjesë e identitetit historik të qytetit, por këto pamje lënë shumë për të dëshiruar. Kjo pjesë është nën kompetencat të qytetit të Shkupit, ku edhe pyetëm nëse do të merren masa, por drejt tani nuk kemi marrë përgjigje.